Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një video ku e ndoj me juve një recetë natyrale për me spërkat specat sidomos. Pisha shumë gro, shumë shkrime, Neri postona diçka natyrale, pa kemikale. Ta çdo e dyta kontenish. Jo na u kanë bo sikur se buba të verdha, për ndryshe morra të verdh në gjethet e speca, për ndryshe fletave të specave që keni mbjell në bashkë, krejt për funi. Edhe normal kur të bëhen ato, jo shkatrojnë krejt speca sepse i rrudhin edhe nuk bëhen specat e shëndetshme. Një, dy, ja shkon barnatore bojqësore me mor asi bari me ble. Qëta bari spërkat, qëta speca bëhen prej që ty në bari që spërkat për ndryshe, qato speca i konsumojna edhe krejt smunja për tyne. Ajo dihet. S'ka ma mirë se natural. Krejt që ka jo nevojiten e meni një kofe kështu, e mbushni me ujë të ftoft. 4-5 litra në vare që shë keni ju serën e modhe ose bashkën e modhe, sa keni speca. Onë që to i ku morë dikun 4 litra ujë të ftoft. Ju nevojitit pra ujë të ftoft edhe hirin ku qesin flija. Ose kur bën një grill që bëhet hiri. E marrim hirin edhe e qesim tek uj i ftoft. E përzina deri sa të tretët. Hiri s'ka ma i mirë dhe ma i shëndetshëm. E përzina. Edhe e lojna pra deri sa të kullohen kë hiri trash për ndryshe gaca, si shpeshefni të binë poshtë. Masanena e marim ose një pump të vogël që e spërkatim pëmt, ose e kullojna këtë ujin, një kullusët modhe, ose në këso shishe të sprej që janë për mila ose i pastru dritaret, edhe qesim këtë ujin e kullum. Vetëm që kemi përzi me ujë edhe me hi. Nëse qëtë në aso shishe pra të sprej që është për mi pastru dritaret, edhe i spërkatni të gjitha gjethet e specave. Kjo është natyrale dhe shumë e shëndetshme. 3-4 herë mi spërkat gjatë sezonës specave, veç sa keni o pa hajrë edhe asë njëherë s'kanë mi o bo që të bubat e verdha ose që të morrat që bëhen tek specat. Kjo vlen veç për specat jo, por edhe për karanfilat që janë bashkë, lullet, pëmt ku i bëhen pra këto qëto bubat e verdha. Gjitha llojet e pemëve mundeni pra me spërkat. Por kryesisht i kum pa shumë shkrimet motave për bashkë që më kanë pyet pra speca, domate, ose spanaq, ose zele për ndryshe, që janë të repave, aty bohen mas shumë të edhe të specat, pra bohen që të bubat e verdha. I spërkatni mas mje kështu mas dite, kur prara ndili, 3-4 herë, pëthem gjatë sezonës edhe e shifni. E dyta recet që desha të ndoj pashtu, mas jam tek tema e qëtyne bubave të verdha. E dyta recet që mundeni me përdor është përveç hirit, e merrni 250 gram me sodë bikarbone, sodë që e përdorim pra për pogaçe, edhe e tratnin 5 litra ujë të ftoft. E përzini mirë derisa të jetë tretur soda bikarbone, e qetni që shtash ose në pump të vogël që i spërkatim pëmt, ose në ato shishet, si shtash shamponit, që është për mi pastru dritaret, normale pastroni mirë me parë, edhe i spërkatni gjitha gjethet e specave. Sikurse hiri, sikurse soda bikarbone, të dyjat janë të shëndetshme edhe as nuk i prishin gjethet, as nuk i rrudhin, as nuk i thajnë, veç që ka më po hajrë si cila motën nëse e provojnë. Pra 2 receta cila doni prej tyre, ose këtë me hi, ose atë që thash me sodë bikarbone, pra 250 gram sodë bikarbone, i tratni në 5 litra ujë edhe i spërkatni të gjitha
gjethet e specave, domateve, që keni të mbjellur pra në bashkë ku ju kanë paraqit që ato buba për ndryshë morrat verët të specave, s'po di ndryshe që me thonë, që shtu i kemi thonë gjithmonë ne, edhe shifni rezultatin vetë, keni më bindë vetë sa është edhe të shëndetshëm edhe është shumë efektive. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo përqend recetave të mia. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, t'ju them miru pofshim.